I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e shtonte shumë adhurimin në 10 netëshin dhe 10 ditëshin e fundit të Ramazanit. Sigurisht që ai sallallahu alaihi wasallam impenjohej, angazhohej shumë gjatë gjithë Ramazanit, por pikërisht në këto 10 netësh, në këto 10 ditësh të fundit të Ramazanit, impenjohej, angazhohej më tepër nga pjesa e Ramazanit që kishte kaluar përpara asaj. Ndaj dhe në hadithin e nënës së besimtarëve, Aisha radhiyallahu anha, rafet se ka thënë, profeti sallallahu alaihi wasallam, kana idha dakhala al-ashr ahya al-layl. Profeti sallallahu alaihi wasallam kur futej 10 netëshi, 10 ditëshi i fundit i Ramazanit, e gjallëronte të gjithë natën. Wa ayqadha ahla. Dhe po kështu zgjonte pjesëtarët e familjes. Pra profeti sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam impenjohej dhe angazhohej në këto 10 netësh më tepër. Nëse në ditët e mëparshme ai falej natën, lexonte Kur'an, bënte dhikr dhe dua, por ndoshta dhe mund të flinte në një pjesë të natës. Në 10 netët e fundit qëndronte zgjuar. Dhe e kalonte gjithë natën me adhurimin ka shi Allahu subhanahu wa ta'ala. Me të gjitha format e adhurimit, me namazin e natës, me dhikrin, me duan, me leximin e Kur'anit dhe çdo gjë tjetër.